Mirë se vini në We Economy. Do të thonë fillojmë edhe nga një epizod të ciklit tonë, sezonës tonë të dytë, epizoda e 10. Bashkë sot jemi bashkë të dy, unë edhe Visari. Do të vazhdojmë aty ku unë kam munguar për arsye objektive. Do të thonë We Economy si çdo herë i trajtojmë temat të cilat janë më informative, të temat të cilat janë edukative në aspektin ekonomik, temat të cilat ndoshta disa të tjerë nuk i komentojnë ose ndoshta edhe nuk mundën t'i japen një sqarim të tillë ekonomik që e bëjmë ne, por që mundohemi ta mbajmë atë audiencën tonë në disa terme, në disa fenomene ekonomike të cilat do duhet edhe qytetarët, po në përgjithësi edhe dëgjuesit të ndigjojnë dhe të kenë një farë informimi të mirë. Po, We Economy ne kërkojmë nga ju të nderuar dëgjues, po edhe shiques, aty në kanalin poshtë në YouTube na bëni më shumë subscribe që edhe ne të vazhdojmë të rrisim atë shiqueshmërinë tonë dhe të kemi një farë feedbacku edhe nga ana juaj, atë mund të na gjeni në rrjetet sociale, në YouTube jemi në kanalin e Allmakosit si entiteti veçantë We Economy, në serialet aty, gjithashtu edhe në rrjetet sociale Facebook është kanali jonë We Economy dhe gjithashtu në platformën e Allmakosit. Po, sot do të flasim për një temë të cilën do të jetë vazhdimshmëria e temës të cilën Visari e trajtoi me Beratin para kësaj jave, po në natyrës tjetër, aty u bisedua për grantet në institucionet ndërkombëtare të cilat ndihmojnë me projektet e tyre në vendin tonë, por sot do të flasim një temë tjetër, një temë cilën unë duhet ta kem mysafir sot, Visari. Kështu do ta bëjmë, sepse Visari ka përvojë jashtëzakonisht madhe në këtë pjesë. Bëhet fjalë për finansimin e bizneseve. Si finansohen bizneset e na, një temë e cila unë mendoj se është shumë temë e prekshme, është temë shumë e rëndësishme për bizneset tona, por ja që nuk flitet. Dhe ne flasim krejt për zhvillimin ekonomik, krejt flasim për modernizim, për inovacion, dhe çdo herë flasim për diçka, po prej ku duhet finansohemi? Profesor Visar. Një fillimisht duhet themi që nëse bën diagnostifikimin e kompanive dhe problemeve, zakonisht gjithmonë ato thonë që problemi është mungesa e finansimit. Në të vërtetë, shumë probleme tjera ka në restrukturimin e kompanive, por ato gjithmonë e shohin te pjesa e finansimit. Edhe unë shpesh i sfidoj, nëse unë t'jap 1 milion euro, çfarë do kishe bërë ndryshime, dhe ato pastaj fillojnë të shpikin gjëra të cilat nuk përkojnë me realitetin, por ideja është që pak rrallë, unë them gjithmonë për ideja të mira asnjëherë s'ka problem finansimi, biles problemi më i vogël është finansimi, kur ke ideja të mira, por zakonisht ne duke mos i parë ato pjesën e fshetë të erët tonën, ne gjithmonë mundohemi të nxjerrim tek finansimi. Kisha pas kaq parë, do kisha bërë këtë, po finansimi mund të jetë edhe një çështje probleme. Mund të jetë një problem. Hajde të fillojmë ta trajtojmë në çfarë mënyra mund të vijmë deri te finansimet, çfarë mënyra të finansimeve kemi ne. Njëra e para është finansimet e brendshme, që vinë menda rrethinës kompanisë dhe investimet të jashtme që merren nga institucione financiare të ndryshme. Unë dhe trajtojmë njëherë këto që janë brendshme. Absolutisht po. Domethënë ti shohim prej ku na vijnë neve të hollë dhe sa ne mund të jemi të besueshëm edhe për ato të cilat na financojnë nga jashtë. Edhe do të tregoj shembull konkret, për shembull, unë nga puna ime me sektorin privat, sepse ne edhe konsulent jemi, edhe kemi bërë trajnime, kemi bërë konsulenca. Mos preken, sepse shumica e këtyre shembujve do jenë për deficienca të ndryshme që bën sektori privat shqiptar, pa mos përmend emrat e kompanive, thjesht si shembuj. Ne flasim për një fenomen në cilët nëse duam të modernizojmë dhe të ngrisim këto kompani, do patjetër të flasim edhe disa tema të cilat do duhet të flasim. Po, e para njëherë domethënë është finansimi nëpërmjet fitimit ose profitit. Zakonisht rriqja gjithmonë ose para se gjithë është financohet nga fitimi që ka bërë kompania në vitin e kaluar fiskal. Domethënë nëse ka patur 100.000 euro fitim, ato një pjesë e fitimit duhet të shkojë për finansimin e ndonjë aktiviteti. Të paratë e kompanisë. Paratë e kompanive, po. Ajo që shpesh unë e them e ritheksoj me kompanit, asnjëherë nuk ndodhet, në 95 rasteve nuk ndodhet, është se them nëse ke 1 euro fitim, këtë 1 euro do ta ndash në 3 pjesë. 33% e jep dividendet për punëtorët, i kthen si formë shpërblimi, sepse ato kanë marrë pjesë në rritjen dhe progresin dhe performancën e kompanive, që shpesh kompanitë e neglizhojnë rolin dhe impaktin e punonjësve. E dyta është
refinancim në diçka të cilat ke nevojë kompania, nëse ka makineri të re apo këta di unë, diçka që ka të bëjë me këtë. Dhe e treta është zakonisht ka të bëjë për ditët e zeza. Ne kemi raste kur shpesh nuk varet gjithmonë nga performanca e dovët kompanive, mund të jenë ato krizat e lloj-llojshme. Po, krizat e mëdha, do të thonë mund të jetë të rrethines, shteti është në krizë, apo ka një lloj krizë politike, apo ka Covid-i ka që një pjesë. Kjo tani tarifat me Trumpin mund të jetë krizat e katërt të imponuara nga jashtë kompanive, të cilat ne atë 33% e 1 euros, që është 0.33 cent, e them shumë në mënyrë banale, mund të jetë 100.000 euro, 33.000 euro, ti e vendon të një fondi që i quhet fondi për ditë të zeza, sepse ti momentin kur funksionon, kur operon, duhet gjithmonë të kesh të dish sa janë shpenzimet e tua fikse. Edhe nëse s'ke një fond të zi, se kur kompania nuk mund të jetë gjithmonë në rritje dhe në performancë pozitive, donjëherë ka ditë zeza. Edhe kjo ditë e zezë, kur është vetëm për shkak të kompanive zgjatën më pak, kur është për shkak të forcave të jashtme, ka mundësi të jetë më e gjatë dhe të ketë më impakt më të madh, ti duhet nga dikun të marrësh para për ta financuar këtë lloj humbje. Shpesh kompanitë tona shkojnë day to day apo ditë pas dite edhe i harxojnë të gjitha paratë që kanë, që i fitojnë për të investuar qoftë për punë personale, qoftë për miqënien ekonomike të familjes vet, po qoftë edhe në kompani duke shprehur arkën deri në zero. Edhe gabimi i dytë që e bëjnë kompanitë e neve se i përzihen paratë e kompanisë me paratë private. Asnjëherë paratë e kompanisë, fitimi i kompanisë nuk është private. Shpesh kur bëjmë konsulencë me kompanitë private tona, ato i konsiderojnë sikur se këto janë kompani, sikur se janë këto kompani pronë vete personale, që në fakt është, por edhe i marrin fitimin dhe investojnë pastaj të shtëpia, të vetura, të darsma, të këto me radhë, duke marrë të gjithë keshin nga kompania, duke e futur në një lloj risku të madh për likwiditetin e kompanive. Unë them shpesh kompanive në përtrajnime që kompanit janë si puna e koshareve të bletës. Nëse ti e merr të gjithë mjaltin, nuk e kthen diçka brapa, ai nuk të prodhon më mjalt. Nëse ti e merr një pjesë mjaltit dhe ja kthen bletëve, ato ushqen nga i bleti, nga i lloj mjalti dhe pastaj prodhon akoma më tepër mjalt. Nëse ju nuk ktheni një fond parave te kompania në reinvestim të kompanive, qoftë që jenë për investim material, për rinovimin e ambientit punës, qoftë për makinerive, qoftë për tregun, qoftë për marketingun e kështu me radhë, deri tek pjesa e trajnimit të stafit të juaj, ju nuk mund, sikur të keni të gjithë produktet më inovative në botë, ju s'keni për të patur sukses. Krejt në rregull, na ka ndodhur situata kur këto kompani të cilat i kanë paraqitur këto dy probleme, kanë punuar në bazë të këtyre dy problemeve që i përmendë, por ama kanë kërkuar edhe para nga ato finansimet e jashtme. Trego si ka qenë përvoja, domethënë te pjesa e brendshme. A duhet, desha të them këtë si mund ta, edhe si konsulencë, kjo është pak problematike se si duhet t'i japish këshillime kësaj kompanie, sepse duhet patjetër paratë e veta të dihet ti menaxhon mirë para se dalet te ato paratë të cilat duhet t'i kërkoje prej aty. Është proces më i gjatë i diagnostifikimit të biznesit, por ne jemi të kapitali ekskluzivisht. Nëse s'ka fitim, atëherë zakonisht kompania shkon te alternativa e numër 2, është e shitja e aseteve. Do të shitja e aseteve ka të bëjë me diçka që ti e ke, që është domethënë palevishme, aseti palevishëm që ka të bëjë me tokën, kështu me radhë, me gjërat, ose mund të jetë fabrika, ose mund të jetë objekti. Zakonisht për ta financuar një oportunitet të cilën ti e ke me një kompani të jashtme apo me një klient të ri, detyrohesh për të kthitur më tepër kesh, sepse do duhet marrësh më tepër lëndë para, po punosh më tepër punëtor dhe likuiditeti jot varet nga ky lloj kontrate tjetër, detyrohesh shesi diçka e cila është aseti i kompanisë, që janë në pëрлibrat e tua të bilanceve të gjenjes, mirë po si mjetet të përhershme, por nuk e ke futur në shërbime, tani ti detyrohesh të kthesh atë në kapital likuid me qëllim që të mund ta financosh atë lloj kontrate që e ke marrë te klienti. Dhe shitja e aseteve është forma e dytë e marrjes së kapitalit brendshëm.
Okej, do të thonë ti sa ke pas përvoja kur ke bë konsulencë për mënyrën e ato si duhet ta menaxhojnë atë kapitalin e brendshëm dhe si. Unë kam kështu një pyetje, a ka qenë ideja e atyre ose produkti aty, do të thonë ideja që ka transferuar në atë pjesën komerciale të produktit, a ka qenë më e qëndrueshme apo më ka qenë kompania duke u fundosur këto. A ka pas ende ideja, ka qenë ende i uritur si përmarrësi për ta vazhdu biznesin e vet, edhe pse ka pas në një moment caktuar kriza, po aty e ke pa. Kur i shet asetet dhe kur e shet që edhe produkti vet më është nga fundi ose si kompani. Në 90% të rasteve kur kompania është në fazën e decline, është në fazën se shive edhe si njeriu që ka fazat e vete, domethënë lindja, zhvillimi, maturimi dhe vdekja, edhe biznesi e ka këtë lloj faze ciklike që është kon domethënë aty ka pesë në fund përfundon. Po përfundon domethënë. Ideja është ta kapish në fazën e maturimit, edhe shpesh kompaninë pyesin mua po ku ta diun në cilën fazë është. Edhe unë i them shpesh kur ne kemi në ekonomi e qim këtë fazën e benchmarkut, të më thënë ti analizon me dhënat financiare të kaluara. Nëse ti për shembull 3 vitet e kaluara ke të njëjtat hyrje, për shembull ke bë 35.000 euro në vit, jo fitim, hyrje, ose fitim garanci, çfarë e merr, ose e merr EBITDA apo e merr earning before interest apo e merr gross fitimin bruto apo e merr fitimin neto. Në qoftë se këto lloj dhënash janë 3 vite me radhë të njëjta, atëherë ti ke marr fazën e maturimit. Apo as nuk ulesh as kur ti në 3 vitet e kaluara, për shembull ke rriqet 25.000 ke pas para 3 viteve, pastaj ke 28.000, pastaj ke 32.000, ti akoma rritesh. Kur ti je në maturim, do të thonë që 3 vitet e kaluara ti ke patur asnjë lloj ndryshimi të kësaj të ardhurave financiare, ti je në fazën e maturimit. Pastaj nëse ke rënje, atëherë domethënë ke pasur para 3 viteve ke pasur 35.000 euro fitim, tani ke 22.000 edhe si vjet ke 15.000. Kjo janë shqetësuese këto. I në fazën e decline apo zakonisht kompanitë në këto lloj faza për ta mbrojtur biznesin sepse janë emocionalisht lidhur me biznesin, atëherë ato shesin prona, shesin asete me qëllim të financimit kompanive, edhe pse asnjëherë nuk është kapitali problem. Unë them ti e bën diçka gabim në ristrukturimin e kompanive, të cilat prodhon humbje. Mi po ka edhe të atylla kompanish të cilat janë shumë pak, mund të themi një 5-10% kompanive, të cilat janë startupe, edhe din që kanë sukses, ka një kontrat me një klient të ri, qoftë në Amerikë Shmërat, edhe shesin pronat e veta që i kanë patur si equity ato si equity që i kanë pas në kompani, me qëllim që të marrin vinë shpejt në cash, që ta financojnë këtë lloj kontrate, e cila mund të jetë pak më e madhe në përmasat e asaj që kanë bërë tani. Se startupet kanë nevojë gjithmonë për financime, dhe ato zakonisht fillojnë me numër të vogël të punonjësish, me numër të vogël të operacioneve kështu me radhë, edhe kur vjen një kontratë e re, ato pastaj çmenden kanë nevojë për cash. Dhe kjo ndodhen, po zakonisht kompanitë, zakonisht kur janë në fazën e zbritjes, apo rënjes, atëherë shesin asete prona të palevishme me qëllim që ta financojnë. Okej. Mendoj se arritëm të sqarojmë të gjitha ato të cilat edhe problemet edhe mënyra tjera kështu për të gjitha audiencën, tash nuk flasim edhe për ato që mirën bashkë me pjesën e biznesit. Atëherë fillojmë me këtë pjesën tjetër. A kemi ne, domethënë kemi edhe si themi sidomos te popullatën shqiptare, kjo mënyra e huamarrjes nga jashtë ka qenë pak si kështu si të themi, pak si nuk ka qenë e prekur. Unë kisha këtu edhe zotrin me Diqyrën kur thonte se edhe neve na diskriminonin kur aplikonin për projekte ndryshme para vitit 2000, domethënë kemi qenë non-stop si të shiquar nga bankat komerciale si kompani për kredi, domethënë është për kredi. Domethënë edhe ashtu identifikohet. Po ne paratë bëjmë edhe këtë podcastit të tregojmë se nuk ka vetëm kredia, po ka edhe forma tjera të financimit nga jashtë, të cilët nuk kanë lidhje as me interesin as me kreditin, po kanë lidhje me atë. Po përveç kredit bankar të sqarojmë një. Kredit bankar janë dy forma. E para është forma ose kredia e cila merret për investime në asete, e cila ka të bëjë me pronën, qoftë në të lëvishme, qoftë pa lëvishme, në të lëvishme janë maqina ato të cilat amortizohen, prekshme, pa prekshme që i quajmë ne, qoftë edhe
edhe në makinat e kështu me radhë, të lëvishme janë të gjitha ato të cilat lëvizin, pa lëvishme janë toka, objekti kështu me radhë. Zakonisht këto janë të një vlerës më të madhe edhe krediat për mbi të qarkulluese kur të duhet diçka për finansu do një lloj shpenzimit të cilën ti e ke si rrjedhës, si shpenzim rrjedhës. Edhe zakonisht kjo është forma më e madhe e financimit të jashtëm, kompanive tona bankare, zotë i qire përmendit të cilë diskriminohen, por edhe e vërteta e madhe e jona është që ne zakonisht lëm rolin e viktimës, por edhe ne jetojmë në një lloj ekonomie e cila është gri. Nuk mundesh ti të kesh bilance pasqyra financiare e cila tregon që ke 30.000 euro fitim, edhe i thu kontabilistit të lutem vene në 0,0 apo vene në humbje që më paguaj shtatim fitim që është 10% apo 5%, në ndërkohë që ti nuk ekziston për shtetin, nuk ekziston për bankën. Sepse banka kur të analizon, nuk të analizon të gjitha tyrat e tua të cilat ti i ke në vetura që i ke në shtëpi, në darsma, në tokë, në qefe. Të analizon libra. Të analizon librat ose pasyrat financiare. Do të mi jep pasyrat financiare. Në pasyrat financiare ti je 0 ose je minus. Ndërkohë që ti prodhon para, sepse ke kompani të sukseshme, ke ndërkohë në gri. Dhe kjo është problemi më i madh që kemi ne si kompani, ne si shqiptar vis-a-vis bankave. Ato që bëjmë bankat diskriminatore është se zakonisht Maqedoninë Perëndimore e kanë vënë në zonë të rrezikshme. Nuk e di e din, shumica e bankave sot thonë që Maqedonia Perëndimore edhe 24 vjet pas luftës nuk mund të japim sektorit privat në atje kredi, sepse është në zonë rrezikshmërisë lartë nga krizat politike. Kjo e dyta, dhe e treta sot nuk ke asnjë drejtor banke në Gostivar, në Tetov, në Dibër, e cili në mënyrë autonome mund vendosën për aplikimin e një kredie, përveç këtyre kredive që vinë nga përqytetarë, që kanë bëjnë me ato ende bordi drejtorëve vendos për ato. Ai e merr aplikacionin e çon shkupin dhe shkupi pastaj bordi drejtorëve vendosin, që është nonsensi i punës vetë, sepse ato i bën analitikën në fundit. Jo, po ato fitojnë nga depozita që u marrin para për kurse, ndërkohë që ajo që është biznesi i tyre kryesor, ti japin parat me qera, ose ti shesin parat për të marrë interes dhe fitim, ato nuk e bëjnë, sepse do duhet vendosën dikush nga shkup. Dhe problemi 4 që është për mua më i madh se këto treja bashkë është që më ka ndodhur shpesh kur kam punuar me klient. Ti do të bësh një ferm për stadion me kafsh, edhe i thotë më duhet para për investim ose për mjete qarkulluese, dhe ai thotë më jep kollateral, më jep të garanci në qytet, në qendër të qytetit Gostivarit. A ti bën ferm. Un ferm. Ferma mund të ndodhet në një fshat, vend rural, edhe ti thonë unë të kisha pas dyqan apo pronë në qendër të Gostivarit, do e kisha dhënë me qira, apo do e kisha shit, do e kisha financu biznesin. Imagjinoni çfarë nonsensi. Zakonisht banka duhet ta kuptojnë si përmarrësin. Nonsenso ti ka pas raste kur në IPA ose IPART projekte ka kaluar disa faza ajo ferma, edhe përsëri banka nuk i ka dhënë kredi që ta refinansojë atë biznesin e vet. E kupton çfarë nonsensi, se vend banka të ndigjoj çfarë sipërmarrësi, çfarë vizioni ke, çfarë storie ke, çfarë biznesi je, edhe ta lidhen pjesën e strategjisë biznesit me atë që do të fedhe të jetë pjesë edhe në fitim të jetë pjesë e barabartë në fitim, po edhe në risk, sepse ai ka besu të ideja e jote për një biznes, ai të shef librat. Ti mund me librat të jesh perfekt, me ide biznesit ish katastrofë, edhe ai të finanson vetëm pse me libra jeti okay. Edhe vice versa, mund të jetë startup të jesh, një kompani e cila mund të prodhojë dhe mund shet me Kaliforninë në Amerikë, në ndërkohë që ti s'ke mundësi ta mbulosh këtë me një hipoteke ose kolateral, edhe ti mund të dështojsh për të marrë para, sepse sot nuk ke mundësi që ta mbulosh këtë lloj kredimi në një garancë. Edhe pastaj kërkohen mënyra të ndryshme të financimit të tjera, të cilat s'kan bërë me kredit. Kredit financiare janë goxha probleme, edhe interesi është goxha problematik. Interesi janë shumë dhaja. Mos flasim për këto kredit për qytetarët, të cilat janë, domethënë këto janë në nivel të kompanive të cilat marrin, si thon këto, që janë këto kredita hipoteke. Këto kredita të shpejta? Edhe bankat i kanë dhaja për qytetarët të cilat marrin. Ne kemi fol ne edhe kur kemi qenë unë për vete kur kam qenë kundër kreditit hungares, kam thënë barem do ta prisha atë komoditetin e këtyre bankave komerciale, nëse jo më shumë ky kredit, edhe pse do ta paguajmë të gjithë ne. A mund të kalojmë ose jo?
Të krediti kisha fjalën, domethënë që interesat duhet të ulen sepse bankat duhet ta kuptojnë, ta kenë të qartë që portfolja e tyre varet se sa kredi, se sa para lëvron në sektorin privat. Në qoftë se ti ke politika restriktive edhe i mban paratë te banka popullore, vetëm sepse atje merr obligacione dhe prej shtetit, merr obligacione edhe ti e ke të garantuar fitimin, por nuk ke spillover efekt ekonomi, nuk ke efekt domino, se ti kur financon të një kompani, ajo kompania bën para, bën fitim dhe hapa me të trejat punës ose eksporton dhe ka një lloj vlerë shtesë për ekonominë, sektorin privat, ti je kontribues në sukses. Se ti mban parat në bankën popullore dhe unë nuk investoj se s'kam ku të marr para, unë vi një kohë kur kam një lloj maturiteti dhe pastaj fillon rënja se s'kam si e financoj biznesin. Duhet pajtohemi këtu se sektori bankar prej pavarësisë këtij shtetit Maqedonisë deri tash ka mbetën ato korniza tradicionale dhe mendoj se ka shumë problematik bën në sektorin ekonomisë. Do thonë në përgjithësi e themi. Do thonë prej të devizit, prej të politika monetare e cila është fikse, nuk është variabile e para, edhe deri te këto restrikcione të cilat i bën banka, domethënë politika monetare në vendin ton, kemi jashtëzakonisht shumë probleme me sektorin bankar, edhe te ne bankat e kanë vetëm një sektorin e dhënieve të krediteve të garantuara se do t'i kthejnë me kollateral dhe këtu më shumë nuk shkojnë në riskje për dallim me institucioneve tjera financiare në botën e zhvilluar ku ato hynë si partneritet ku do t'i përmendim më tutje dhe forma tjera të financimit, ku edhe banka hyn në partneritet, po e kuptojmë se kanë një tim menaxherë të cilët duhet të jenë suksesshëm, por hyn në rrezik të disa mënyrave tjera. Kupton ideja e bankave, banka quhen investment banking. Po aty ka sepse koncepti nuk është atje, domethënë unë është të investoj bashkë me ty te biznesi, te ideja, te produkti, te shërimet e tua. Prandaj quhen investment banking. Përveç edhe portfolios që kanë më të madhe edhe prandaj quhen investment. Domethënë ta themi një herë që kredit me borxhe ose financim me borxhe para janë kredit financiare nga bankat. Kjo është numër 1. Dhe e dyta janë ajo që quhen obligacione, bonde, të cilat kompanitë i lëshojnë zakonisht, është letra me vlerë, të cilat ti do të marrësh një lloj financimi nga jashtë. Edhe je kompani e cila mund të jetë listuar në për këto institucionet IPO, në për berzat e Maqedonisë apo vendet tjera që ke interes për të listuar dhe nëpërmjet lëshimit të obligacioneve ti merr para ose para të freskëta në biznes për të financuar do një lloj procesi të cilën ti mendon që mund të sjellë më tepër Tu kam një pyetje. Këto sinqerisht, a ke pas përvoja te kompanitë tona, do të thotë, a ke bë konsulencë te kompanitë të cilat kanë filluar të financojnë me obligacione dhe çfarë përvoje kanë pas? Jo, nuk ka me obligacione, por kanë patur ato kanë krijuar një lloj burse brendshme. Ato e kanë munduar që të japin obligacione diasporës, disa persona të diasporës duke ia dhënë një pjesë të equity, një pjesë të pronësisë të vetë kompanive. Zakonisht kompanitë e mëdha e bëjnë duke u listuar në bursa të veçanta dhe thonë që 30% të aseteve dhe të vlerës totale të kompanisë mund të dërgojnë nëpërmjet aksioneve ose në këtë rast obligacionet. Unë i blej edhe unë marr pjesë edhe në rrezik, por marr pjesë pastaj nëpërmjet dividendeve marr pjesë edhe në fitimin e tënd. Kompanitë shqiptare janë shumë restriktive për të futur në për to institucione financiare, që është për shembull bursa e Maqedonisë, është aksionare sepse kanë efekt, kanë emocion më të madh për kompaninë, por e lejnë një pjesë menaxhmentit kur vjen puna tek kur kanë kriza të mëdha financiare dhe mundohen duke lidhur me diasporën që të mund të japi një pjesë të pronësisë. Si e rregullojnë atë mënyrë juridike? Me marrëveshje brendshme të cilat i kanë, qoftë në noter, qoftë në kontratat të cilat i kanë dhe ato zakonisht e kthejnë qoftë nëpërmjet dividendave, qoftë nëpërmjet uaz të cilat i japin si paratë të gatshme në kompani. Unë do të provokoj pak kështu më ndryshe. A munden këto diaspora jonë, për shembull, se ne kemi njerëz të suksesshëm diaspor, na paraqiten në vendin tonë si një farlloj business angel ose ato të bëjnë një farlloj institucioni si VC ose venture capital që të jenë bashkë edhe të bëjnë një farlloj boardin në të cilën do t'i financojnë këto kompani tona. E para është business angel si individ edhe dyta si VC.
Patjetër që munden, domethënë këto business angel janë për ta sqaruar janë këto angelët e biznesit, të cilat për shembull futen shife diferenca ndërmjet VCs, venture capitalist edhe business angel. Duhet patjetër të shpjegojmë se ka dallim. Biznesor futen shumë herët në biznes. Ashtu, edhe shumë shpejt dalin. Shumë shpejt dalin, por ato futen në risk me ty. Domethënë ato futen me idenë e sipërmarrësit, edhe thonë që unë e pëlqej këtë ide, do futen. Tek venture capitalist ose venture funding ti më e ke të testuar produktin, e ke të testuar tregun, edhe ai futet kur ke nevojë për shumë më të parash. Edhe atëherë thuaj, okay, mu për ta bërë këtë më duhet nga një maqinë që është semi automatike, më duhet një automatike. E kam tregun, e kam konsumatorin, kam proceset, mirë por nuk kam para ta bëj këteja, por nuk kam para të bëj një paketimin e produkteve apo një maqinë këta di unë për mbushjen e qumshtit. Duhet më të para për ta bërë këtë lloj procesi për të mbritur efektivitet dhe eficiencë 100%. Edhe pse këtë gjitha i kam përpara. Business angeli është shumë e rrezikshme sepse futesh në fazë të hershme. Zakonisht të business angel janë kompani të cilat merren me teknologjinë informative, IT-ja që është pjesa më e madhe. Lidhesh me një person i cili ka një kompetencë, ka një shkallësi, bindën se ka një produkt që është në beta version, në shumë në version të hershme. Edhe kërkon që ja finansojsh ato që janë shumë bazike, shpenzime, ti si kundra vlerë i merr 40% të asaj që quhet bent equity apo kështu me radhë, me një pjesë të përqindjes në pronësi. Unë të Inoxi kam pas një përvojë të kem më shumë kështu persona business angels që vinë nga jashtë, për fat kesh ende nuk kemi tonë këtu, të cilat duhet të hinjë dhe bëj thirrje që duhet patjetër të kemi business angels që të munden të finansojnë kompanitë tona. Dhe ishte interesant, para 2-3 ditëve kisha një grua e cila vinte nga Slovenia, Nina Drumel, business angel e cila kishte finansuar me një startup, patjetër kam startup, që nuk i duheshin paratë atij startup, po i duheshte kjo si referencë që mund të hynë në pazarin e gjermanofolis. Bëheshte fjalë për disa libra të cilat kishin bërë një software, libra të cilat i personalizoni me njerëzit të cilët i blenë. Kjo ishte ideja. Ajo harrova bile si quheshte kompania dhe ajo ishte bërë kompani Unicorn. Domethënë atë shumë kishin rit. Unicorn është ajo kompania e cila ka me 1 miliard euro. Edhe kishte potencial. Ishte ende në fazën që të jetë Unicorn, por ama kalon tani. Dhe ishte interesant kjo zonja se ajo pjesa e business angels shumë është e mirë se këto hynë me para, fitojnë për 2-3 vitet e para, edhe suma jashtëzakonisht shumë mëdha, si tregoj edhe suma sa kishte fituar, dhe në 2000 mbas një 5 vite, në atë equity-n e vet ka dalë me exit plan, dhe exit nënkuptohet se del me një sumë nga sharing, nga ajo pjesa e asaj kompanisë, e vazhdon ose e shet te ato, te vet kompania ose ja shet të tjerëve, mund do dhe VC ose të tjerëve, dhe përsëri investon. Ajo investonte në shumë startupe dhe kishte edhe startupe që kishte dështuar, po kishte edhe startupe jashtëzakonisht shumë suksesshme. Du të them se te ne në Visar, ne kemi diasporën jashtëzakonisht shumë të fortë dhe kemi njerëz në diasporë që janë jashtëzakonisht të mirë dhe kanë përvoja. Domethënë business angels nuk i shohim, nuk duhet të i shohim vetëm njerëz të cilët kanë para, por edhe njerëz të cilët mund të na japin një farë përvoje dhe mund të na mentorojnë të hapin tregjet për neve në vende të tjera. Dhe këtyve trive ju duhet kjo. Ne se përmendem edhe ajo që tham business angel që janë personat, prandaj quhen angel, që se besojnë te historia e personale juaj dhe janë atje për të ndihmuar të hecish, të zhvillohesh bashk. Venture capitalist ose investimi VC-ja është në fazë të vonshme kur ti ke kaluar të gjitha testet, edhe ka një tjetër lloj forme që quhet private financing, ose edhe kjo ndodhen jo për shkak të parave, por për shkak të dy kompanive, për shembull ka një kompani e cila prodhon lëngje, edhe tjetra e din shumë mirë marketingun. Pse marketingun? Sepse edhe e para, edhe e dyta në përqindjen e madhe të kostove përbëjnë 55% të totalit me 45%. Një kompani ose për shembull ta marrësh lëngun,
me bottling, me ambalazh. Ambalazh, po. Edhe ai thotë shifë unë prodhoj lëngje, mi po ka një kompani e cila prodhon ambalazh me shishe për shembull. Edhe këto dyja bashkohen bashk përveç parave të freskëta që do t'i japësh, sjell me vetë edhe një njohuri e cila nuk e ka kompania. E kjo është ajo e cila duhet bëjnë kompanitë shqiptare. Kompanitë shqiptare nuk janë të vetëdijshme që zhvillimi nuk hapërohet vetë. Ti në një fazë ke fillu, ke ec vetë, edhe vjen një kohë kur ti nuk mund t'i bësh disa procese bashkë, edhe mund bashkohet kapitali, sepse me kapitalin bashkohet edhe dia, edhe fuqia punëtore, edhe operacionet, edhe automatizimet, edhe të gjitha proceset të cilat janë ekzistente, ti merr 2 me 1. Ne përkundrazi shoqëria jonë gjithmonë është 4 vëllazën kemi qenë, pastaj bëhemi 4 kompani. Në botë e gjithë 4 kompanitë bëhen në një, sepse kur bësh më i fort. Edhe kjo formë e kësaj e cila ne zakonisht do duhej ta kishim më të fuqishme, se kemi sepse private equity nuk ekzistonte ne, nuk. Pse kjo? Disa se ti ke pas përvojë, Është për shkak kulturës, sepse ne di çfarë, ne dashurohemi shpejt në njerëz, edhe pastaj kur japim para kërkun nuk regjistrojmë sepse do quhesh te kjo si ofendim për atë që e para, në ndërkohë që bota e civilizuar edhe kur duhet bën kontrata, që mos harrohet diçka. Ne pastaj shpesh duhemi, shpejt urehemi. Në ndërkohë që jashtë më ngadal duhen, ama më ngadal edhe urehen. Në ndërkohë që ne sot kemi 4 vëllezër që hapërojnë bashkë dhe pastaj bëjnë 4 kompani dhe edhe konkurrojnë njëri me tjetrin. Private equity është domethënë të gjitha bëhen në një fazë. Okej, për të mos ashtu, shiqjen e aksionave, tham, një tjetër bashkëpronësia ortaklëku që e përmendëm këtu, por kjo është kur ti vjen me një proces, një bashkëpronësia për fillimi. E thome ne hajde, Abil, unë kam 5.000 euro, ti ke 5.000 euro, zakonisht bashkëpronësia bëhet në ekonomi themi duhet hysh me aq pare sa që ti konsiderojsh që ato parë i ke të humbura. Edhe asnjëherë të duhen në jetë. Por zakonisht ne kur marrim muha 5.000 euro, se do bëjmë 10 milion euro fitim. Zakonisht bashkëpronësia ose ortaklëku bëhet me ato para të cilat janë free money, ose para të cilat ti nuk i ke. Edhe këtë është problem më i madh se kompanitë shqiptare nuk e bëjnë. Do të tregoj një rast, Apple për shembull, kur e din se kompania është aq e madhe edhe nuk don që t'ja shkatron kreativitetin punëtorëve të vet, edhe thotë të gjitha ato të cilat kanë një ide, është mirë të dalin jashtë kompanie, do t'i financojmë ne nëse duhet, për këtu që ta testojnë atë produkti dhe pastaj nëse bën suksesshëm, do t'i blejnë ne. Ideja nuk është ti kur jemi një kompani konglomerat të madhe, ti ke aty procedura. Edhe nëse nuk shkon puna, ai thotë pse nuk shkon, ki punë zvi edhe unë. Edhe ai që ti hike këtyre proceseve që mos krijon nxjerrësi identitet vete. E nxjerrësi identitet vetëm, mban një pjesë të aksioneve dhe do të testohet tani atë lloj procesi, shërbimi, produkti. Edhe nëse ajo bie dështon, ka dështu problemi, por nëse një kompani ka sukses, ai pastaj e blen dhe bëhet pjesë e kësaj. Edhe kjo bashkëpronësia është goxha interesante, ne në kompani nuk e njohim. Ne i kemi fol çfarë na kanë ngel, këto e që tham paras dhe me thënë financimi me borxhi, i përmendëm këto equity financing ose me kapital që i thamë para angel investors, venture capitals, private capital, këto janë disa forma të cilat pak përdoren te ne. Abil, absolutisht. Mos folim për këto shiqje aksioneve që thamë janë ekzistente, ti sot e ke Alkaloidin, i ke këto kompanitë mëdha, me për kompanitë shqiptare nuk janë në i, po pse? Sepse ato mendojnë që vetëm forcën e vet mund bëhet. Fuqja e kompanisë në bursë tregon që ti ekspozohesh në një lloj tregu të ri në një jashtëm, po përveç parave të freskëta që do marrish, ti edhe do mundohesh disa nga këto procese të bësh automatike, sepse duhet raportet të nxjerrësh në për website, nuk ka më kompani konfidenciale. Po kështu edhe rritesh. E vërtetë kjo. Do thonë edhe kështu mund të jesh më serioz edhe në aspektin kulturor e harron atë pjesën tjetër. Ato që i përmendet ti domethënë e para një herë këto forma të tjera alternative inovative, crowdfunding, crowdfunding është zakonisht përdoret për një produkt i cili ka impakt social. Domethënë zakonisht ti edhe ti për ta financuar këtë lloj, kështu ta diu më shumë, ka një kompani e cila merr mbeturina, edhe probleme ka petin në një qytet apo një fshat, edhe kërkon që të ketë një lloj makine edhe ngren një platformë
GoFundMe është GoFundMe. e ti e nxjerrën në website për një periudhë 30 ditore, e vendon si pjesë e don të ngrisish 30.000 euroja për ta zgjidhur këtë problem. Ma nuk ka vetëm te parat sa o te vetëdijsimi, po edhe këtu është kjo menaci tek crowdfunding. Edhe GoFundMe ti jep të gjitha parat nga njerëzit të cilat mundohen të japin ti para për zgjidhjen e fenomen që ka. Unë tham kjo një farllë peticioni me anë të rezultateve, me anë të parave. Po shifë edhe pse është e mirë kjo se ne si ekonomistë gjithmonë besojmë se nëse diçka ti e nënshkruan, a nuk ke para, ti nuk ke stake, ti nuk ke interes. Kur ti jep një para nga xhepi jot e dhem. Absolutisht. Qente ndërsaku, mund të jetë betorinat, mund të jetë uji i pishëm, kanalizimi. Të gjitha gjërat të cilat i kanë komuna sot, po mund t'i bëjnë me një lloj kompanit, mund t'i bëjnë me një lloj platforme e cila vin nga ma mirë marrësh $50 nga një njeri sa të marrësh $50,000. Një social entrepreneurship, si thënë këto, një entreprim shoqëror. Po, grandet dhe subvencionet i dëgjum, ajo që të cilat ne shumë pak e përdorim janë mund të jenë këto partneritetet publiko-private, domethënë. Kjo ma arrihet komun. Kohë për komuna duhet përdoren shumë këto lloj mekanizma sepse sot komunat tona janë jo funksionale. Komunat tona janë me borxhe të mëdha publike. Të ndërpretash. Ne kemi komunat, kemi jashtëzakonisht komunat baja, kemi Tetovën, kemi Gostivarin, kemi komunat e qytetit Shkupit, Çajirin, kemi Kujdit Dibrën, Strugën atje. Nga përvoja jute, domethënë, kemi një kompani shqiptare, kompani të vendit ton, ose edhe ato të cilat janë nga jashtë, po që janë të kësaj pjese dhe kanë migruar, kanë shku jashtë, që janë gatshëm me kapitalin e tyre të hinë në një projekt publiko-privat në për këto kompani. Dhe të hapin vlerën shtuese. Kush i ka thirrë ato? Dëgjoj, nëse sot ti je kryetar komune dhe i thret të gjitha kompanitë për shembull të ndryshojnë pamjen e qytetit. Mund të jesh për shembull energy efficiency ose eficiencë energjetike, e thotë të gjitha ndërtesat kolektive janë bërë me një lloj fasade e cila është nga koha e Jugosllavisë. Edhe i thret kompani që merr me ndërtim. E thotë dëgjoj, un kam 400 ndërtesa, me nga çdo një nga ato nga 10 banesa 4.000. A investoni ju në pjesën e ndryshimit të fasadave, në ndryshimin e këtyre mjeteve më efikase energjetike, nalt vendohen solare, mund bëhet edhe një lloj obori nalt nga ato që të jenë green të gjelbër të projekte green projekte green. Nalt për mi banes të diçka të mbjellet. Mbjellen këta mall, mund mbjellen dhe një ullin, diçka e cila mund përdoret si një ekosistemi. Edhe kompanitë e investojnë, themi që kushtojnë 10 milion euro. Partneriteti publiko-privat është që banohet atyre banesave kolektive nga pak ta kthejnë investimin, sepse ato 10 milionë kërkuan se një merr. Kompanitë komunat tona sot që në për borxhe, Gostivari për shembull ka 8 milionë euro borxh që i ka bërë për pak kohë. Nuk ke kohë ti financojsh dhe s'ke para ti financojsh. Nëse ti thu sektorit privat, hajde futemi në partneritet, nëse kjo kushton 10 milionë euro, un jam dakord ti marrësh 12 milionë euro sepse aq para do duhet duke i futur ti në një lloj banke kursimore, mund të marrësh interes për ato para për një periudhë afatgjate. Unë do të jap pak më tepër se sa kjo lloj norma e kursimit ose interesit për të futur parat në për të lloj mekanizma financiar, të cilat do vinë çdo herë nga pak, qoftë fatura e ujit, qoftë fatura speciale dhe kjo që partneritet publiko-privat. Edhe dyta bëhet vlerë shtuese për kompaninë, investon në ndërkohë që ti nga pak. Ka edhe të tilla që para ti merr me njëherë. Për shembull, ti mund të qesh dije, bën një qendër inovative, edhe merr me të gjitha këto providerët e kurseve të trajnimit, STEM, teknologjia, po këto di unë, Lego, Kocka, thotë dëgjoj, unë nuk kam dije, unë jam komunë apo ti je sektor privat, dormat e për treg, do të shtrihesh në Gostivar apo në Tetov apo Struk apo në Dibër. Unë do të mundësoj që të kesh një lloj game më të madh të klientëve, hajde, edhe unë do të siguroj që ti të kesh këtë lloj qase tek njerëzit, edhe këto e pagun pastaj prindërit çdo muaj për fëmijën e vet. Ti çfarë po si komunë vetëdison dhe jep një kompetencë dhe një shkallësi, një grup, një gjeneratë njerëzish të cilat nesër të përfundojnë të tregu i punës dhe nuk do emigrojnë sepse kanë më tepër kompetenca. Unë edhe kam pak atë punën pjesën e partneritetit publiko-privat në vende të tjera e kam pasë edhe ato e kanë menaxhuar edhe pastrimin e qytetit, edhe deponijat e qytetit, edhe çdo gjë kanë bën në mënyrë perfekte, për arsye se
ja ato parat të cilat i grumbullon komuna vetëm t'u jep ato dhe pjesën tjetër edhe qytetarët do të jenë të kënaqur nga shërbimi dhe do paguajnë. Edhe sektori privat do ketë gjithmonë tre se ka kompani sot që nuk kanë klient, janë krizë. Ti mundson që ai ose ajo të futen në një lloj partneriteti me një lloj investimi, mund të merr para nga banka, edhe në qoftë se anuitetin apo interesin mujore ka 10.000 euro, ai do mbledh çdo muaj nga 12.000 euro, 11.000 euro që të cilat do mbulon këtë. Edhe do ketë sukses për turistin. Absolutisht. I ndihmon komunitetit, i ndihmon energjisë, sepse aty kur ja fusish për shembull ato lloj fasadat që do jenë me një lloj inovativ, do t'i bie llogaria për rrymën elektrike, për gjithçka. Nëse ka paguar 200 euro do paguaj më pak, gjithçka është lidhur në ekosistem. Ajo që mungon të ne është truri, është ideat inovative të cilat asnjëherë s'kan qenë problem parat. Problem kanë qenë njerëzit të cilët nuk kanë ide dhe gjithmonë presin nga qeverisja qendrore. Çfarë do bëj që a do na hullën në një parë. Edhe gjithmonë kemi ngel të kanalizimit, të uji, pishme kështu me radhë. Pa mos e futur sektorin privat, pa mos e rritur pak më tepër tortën, po duke zvogluar gjithmonë, duke edhe pastaj sektori qendror ose qeverisja qendrore tallet me ne, edhe vjen puna që ti bashkëmërinë e ke madhe, ndërkohë që fuqinë negociuese e ke të vogël. Edhe për fund mund të përmendim edhe ato që ti e ke specialitet, vetëm shkurtimisht inkubatorët dhe akseleratorët. Inkubatorët janë gjithmonë ato format e vogla, edhe shpesh edhe në nivel Maqedonie, po në nivel të komunave duhet të ketë sot investime të rinj të cilat kanë ide. Ti s'mund të japësh gjithmonë çdo kujt para, po mund të japësh një lloj hapësire, ku ai mund ta testoj idenë, mund ta testoj biznesin me një laptop via tjetër tavolina, ti si inkubator apo si akselerator mund të japësh mentorim, mund t'i japim shtytje, mund t'i japim shitje të idejës, po, absolutisht po. Si komunë mund ta financojsh, apo këtë diun, apo si universitet. Pastaj akseleratori është t'i japësh ndihmë që ai të rritet. Ndihmë tjetër, më shumë të rritet. Deri ta kalojnë në fazën e komercializimit dhe pivotimit të tjerë. Ne i kemi shumë rapa këtyre ideve edhe vjen keq, prandaj edhe jemi ku jemi. Ne këtë gjë jemi duke e parë, do thon a jemi nga fundi i ndërruar? Jemi nga fundi, po. Ata përfundojmë këtë pjesën e fundit. Më duket se i përmendëm të gjitha i përmendëm. Unë mendoj se kjo epizod me vërtet ishte pak kështu më dinamike, i shpjeguam gjithë ato të cilat bisedonim, po biseduam edhe për ato të cilat të rit tan ka nevojë. Do thon kemi ne mënyra se si ato do duhet të financohet ideja e tyre, po do duhet të funksionojë edhe ai trekënd që i pjesës të akademisë, pjesës biznesit real dhe non-stop ato ideja të cilat vinë nga të rritë. Nëse duam t'i kemi këtu, apo Visar, nëse duam t'i mbajmë këto të rritë dhe të fillojnë të bëjnë ide, sepse bota ka filluar të bëhet një fshat i vogël, edhe mundemi prej këtu ne të krijojmë, edhe sikur që ka krijuar Bullgaria, Greqia kanë unicornat e vet. Unë nuk do ta teproj, mundem edhe ne ta kemi një kompani e tillë, sepse kemi potencial të rritë. Unë ato në përditshmëri e shoh se potenciali ekziston. Ne sot biseduam për pjesën e financimit, unë mendoj se i shqyrtuam ose i biseduam të gjithë temat, ndoshta pak në mënyrë informative, po ja që ne ballafaqohemi për çdo ditë me këto gjëra. Unë nuk kam çka të shtoj tjetër, unë thon ju na ndjekni neve në platformat tona, na bëni subscribe. Në ndjekni dhe non-stop dhe mund të jepni edhe sugjerime edhe vërejtje fundit nëse keni për këto podcaste tona, që ne edhe të përmirësohemi, po fundja edhe të bisedojmë për disa tema të cilat nuk bisedohen në ekonomi dhe pse jo ti trajtojmë këtu dhe pse jo ta kemi edhe ndonjë mysafir i cili është ekspert për ato tema. Sido që tjetë, ne përfundojmë episodin e 10, të nderuar dëgjues dhe shiques, mirëmbëjtje.